Mirë se vini edhe në pjesën e dytë të programit. Jemi në takimin tonë të drejt për drejt, si çdo ditë në ekranin e RTS1 HD. Ne jemi tani për të sjellë dy tematika për minutazhin që kanë mbetur, që kanë të bëjnë me artizanalen dhe me modën. Dhe me përballjen e stileve. Shumë interesante janë të gjitha përballjet, sidomos kur vinë mes dy personazheve shumë të dashur. Por do ta fillojmë fillimisht me rubrikën artizanales dhe unë propozoj që ne të shkojmë në këndet tona për të vazhduar me e këndi parë që do të kemi në këtë pjesë të dytë është këndi në të cilin vlerësohet puna me dorë. Do të vazhdojmë me bisedën dhe të ftuarën me njëherë pas cikletës. Manushaqe Mulgeci është artizania e cila është bashkuar në studion tonë, mirë se erdhe dashur, e cila përveç prezencës së saj ka ardhur bashkë me disa prej punimeve që ka realizuar ndër vite, se ke sill disa prej punimeve të tua, duke filluar që nga punimi i parë, me cilën e ke nisur dhe me disa prej atyre më të fundit. Punimet janë kryesisht me ruaza, apo jo? Shifet këtu tani çdo gjë. Atëherë si nisim nga puna e parë. Po. Kjo është puna ime e parë. Ky është puna ime, punimi i parë. Kompozimi i parë. Duke parë në rrjetet sociale edhe thash të bëj diçka për vete. Me që edhe qef kam të këto uvarat, kam shumë qef dhe thash të bëj një uvar për vete. Dhe pe ndonjë video që të tregonte si ta bësh? Po, në rrjetet sociale pash një video dhe e bëra. Në rregull. Tani kjo është përbër, është me gur, kjo është një shufër silikoni që bëhet me pistolet, këto janë lullet, filxhani, është pijata, dhe mbrapa që në banë filxhanin është një pirut të cilën une që du të mbaj filxhanin. Për të qëndruar filxhanin. Kjo ka qenë një kompozim që nisi gjithë shkalet, temi, që e mbajte për vete. Po, këtë mbajta për vete. A të kanë kërkuar që ta ribësh për klient? Po, kam shitur gocëra, që e kanë kërkuar. Pas të ka fillu me kalimin e kohës, prap duke parë në rrjetet sociale, tash, pse jo ta hapi horizontin. Edhe fillova punimet prap duke menduar për këtë. Pastaj fillova këtë me kafen, që është një prap hyrat e kafja, është për lokalet, më shumë, është për shtëpit. Kjo është e përbërë me kafe. Mbrenda ka një pjesë të allçis, edhe... Për të rregulloj pak edhe mikrofonin, se të ka lëvizur, ndjesë, se... Po. Kjo është gjevze, edhe përbërja pasaj kafe, e gjitha është e punuar me kafe. Po, pra është një kompozim i cili përdoret normalisht kryesisht nga biznese që kanë lidhje me... Nga bizneset e lokalet, më shumë e ma është bizneset e lokaleve, që kanë pasë shumë kërkesa për të... Pra, ata të bëjnë kërkesat në ti realizon, nuk është se e ke bërë ti fillimisht si kompozime dhe të kanë kërkuar? Unë në fillimisht e kam bërë, ja kam njësë për lokale, duke pirë kafe në një lokal, më lindi ideja ta bëj. Edhe mora një filxhan të ati lokali edhe e bëra. Në rregull. Aty me lindi ideja. Edhe e bëra për lokalen, pasaj fillun kërkesat duke parë në internet, në rrjetet sociale edhe... Kompozimet të tjera normalisht janë të lidhura edhe me festat, pashkët janë tani afër, dhe ky është një kompozim i vogël me vezët e pashkës, të cila edhe me elementin e xidzave dhe të ngjyrave të ndryshme, të cilat, mund të tundet, bëhet kështu që apo nuk është ai modeli që mund ta rrotullojmë? Jo, edhe mund ta rrotullosh, po nuk ka atë efektin e xidzave, në rregull. Pastaj, do të vazhdojmë tani tek disa prej kompozimeve të cilat kanë si element kryesor ruazat. Po. Sepse shumica prej tyre... Po, jam të ruazat. Ja dhe disa prej çantave të cilat kanë rënë. Çantat, që janë në ngjyra të ndryshme dhe format janë... Të janë në format të ndryshme, janë me ruazat të ndryshme, janë me ruazat për shumë. Këto janë manatherat që i thojnë në gjuhën shqipe, këto janë me perla, marim këto që është dy ngjyrshme, pastaj fillojnë me ruazat tjera që është ato. Pas kemi edhe një kompozim tjetër i cili është pa ruaza, kompozimi me këto janë... Kjo është qiri i bërë, kjo janë me pjesë kartoni ka brenda,
Njësat të kartonit, pastaj këto janë me letra të ndryshme, ngjyra të ndryshme dhe nga këto kam pas shumë kërkesa dhe i kam bërë. Në rregull. Le të rikthehemi tek punimet që janë me ruaza, ke edhe një kishë dhe një xhami të realizuar, gjithmonë të bazuar tek festat. Të festat. Por për te tyre ke edhe elemente të cilat janë aksesor që i kërkojnë vajzat dhe zonjat. Po. Një aksesor që ka dalë shumë në modë është kollarja, që besoj është kërkesë në rritje, apo jo? Atëherë, kollarja është kërkesë në shumë rritje, plus kollarës në rritje janë edhe robat e mbrëmshme me ruza. Edhe të brendshme? Po. Akoma nuk e kam arritur për ta bërë sepse nuk kam pas kohë. Nuk i ke. Po. Që janë kërkesë. Edhe për robat e mbrëmshme. Po e merr në konsideratë, domethënë këtë kërkesën e shtuar të klientëve që duan të brendshme, besoj edhe rroba banjo ndoshta me ruaza. Shumë të bukura. Unë mund ta kisha vendosur, po na prish një punë me mikrofonin. Dhe pastaj na tërheq vëmendje energjia. Janë në disa ngjyra dhe ruazat i kenë në modele të ndryshme, nuk është tipologji e njëjtë. Kërkesave të klientelës. Kryesisht kështu funksionon me porosi, jo gjërat i kesh të gatshme dhe mund të bëj edhe në gjë të gatshme, ta kem të gatshme dhe e nxjerr në rrjetet sociale, të faqja ime dhe në ato moment që unë e nxjerr në rrjetet sociale, e shohin aty dhe pastaj fillojnë kërkesat. Ma nuk shaq që si lindi e para një si ide? Si ide me lindi duke për ta kthyer në punë, domethënë, jo thjesht për të realizuar disa punime për veten tënde. Atë është ideja, duke parë në rrjetet sociale dhe unë fillova me këtë punën e parë, pastaj fillova me një panoram që i bëra. Jo, po ideja është që the pse jo mos ta kthej në fitim prurse. Po, aty më lindi ideja dhe kisha shumë njerëz që thoshin hapeni një faqe, hapeni një faqe, njerëz të mirë, sidomos hape faqen. Sa kohë u bë që unë kam 5 vite që e ushtroj këtë profesion. Pas ke goxha vite, cili ka qenë viti që filloi me të vërtet të lulëzoj puna? Viti që filloi më shumë e më, filloi viti i tretë. Viti i tretë. Aty më duket hyrja, jo. Po. E ndërkohë, le të vazhdojmë me realizimin e diçkae që ti ke menduar të bësh për ne këtu në EAT ne. E nise pak më parë, ndërkohë që po ndiqnim edicionin informativ. Na trego pak më shumë, çfarë po mendon të bësh? Unë tani këtu po mendoj të bëj një kollare prapë, sepse ka shumë kërkesa për kollare. Po, siç e tham është një nga aksesorët e kërkuar. Po. Edhe unë po mendoj të bëj një kollare tjetër. Tani kjo është më si bëhet kjo? Na trego disa sekrete. Tani janë perla. Po. Të kuqe, po. Të kuqe, ngjyra e kuqe. Ruaza. Ruaza ose perla që i thonë. Ruaza. Dikush thotë perla. Edhe vazhdoj me punimet, kjo është filispanja dhe vazhdoj me punimet. Po. Tani ti ke bërë 2 filispanja, që duhen 2. Po, të 2, atë që është, jo, është një filispanj, është edhe kalo të 2. Në rregull, është ndarë në mes, është ndarë në mes, edhe kalon një këtej, një këtej. Në rregull. Ne marrim rozën edhe fusim një këtu. Marrim një tjetër e fusim në krahun tjetër të interesante. Po. Marrim edhe 3, fusim 3 roza. Sepse janë duhet ta bësh. Edhe tërheqim. 3 rua. Do me thënë, një tek njëra, një tek tjetra dhe një tek të dyja. Një mes, edhe tani një në mes edhe fut kalon ruza, një këtej dhe fia, kalon një këtej dhe një këtej të ruza. E stroj edhe një herë, që ta shofim tamam. Ja, ku janë 2 anë, që ta kuptojmë. Janë 2 anë. Aty të parën e të dytën e kuptojmë. Aty të treta çfarë ndodh? Fusim një ruzë të krahun këtej. Vendos një ruaz. Vendosim një ruaz tjetër në krahun tjetër. Ja dhe e dyta, tani e treta. Këtu tek e treta. E treta, marrim të krahun këtej. Po. E fusim te vrima. Marim të krahun tjetër dhe fusim në krahun e kundërt. Njërën këtej dhe tjetrën këtej. E kuptuam. Dhe kështu e bëm për të gjitha. Atë që kështu vazhdo gjithë puna për të gjitha, që është gjana me që punohen me rruzë, të gjitha futën kështu dhe punohen. Mund të vazhdojmë edhe pak që të kryejmë. Po pastaj për ta bërë, për t'i dhënë këto format e tjera, se kjo vjen ndryshe, apo... Po, jo, kështu vjen gjithë puna vjen, kështu bëhet kjo pjesa. Marim kollarin edhe mbaro kjo pjesa këtej, pjesa parme,
Mbasi mbarojmë këtë, e kthejmë nga krau tjetër, mbarojmë edhe pjesën e fundit, sepse kjo bëhet më vete, Po. pastaj e kthejmë këtë, dhe bëjmë mbylljen këtu që të japim formën kollarës. Në rregull. Vazhdojmë Pastaj atëherë edhe kjo- pak minuta. Do përpiqemi që të bëjmë të dyja edhe të vazhdojmë me kollarën edhe të flasim, e bën dot? Po, Është pak shpërqendruese pjesa e bisedës, por Ja. kam besim tek ty që ja del. po, ja del. Ke mësuar për të gjitha këto, ke marrë truke në rrjetet sociale, the, apo jo? Po. Edhe derisa i ke përvetësuar ato. Po. Ka ndonjë tjetër objekt ose aksesor që ja ke vënë syrin për pos të brëndshmeve? Që the për vajza? Po, tani për momenti jam akoma të brëndshmet, pastaj më shumë jam tani të këto festat e Pashkëve, Po, që duhet të bëj, që kam kërkesa, po. dhe janë edhe këto tani që kam kërkesa, është edhe kjo, me një skulpturë për festët, po ma kërkojnë shumë, si pjesa e kësaj, vetëm që këtu dojnë që të vendosin një vezë të madhe. Po. Dhe kam kërkesën në këtë. Okej, atë vazhdojmë edhe me kollaren, Po. sepse do të ndihmoj dhe unë kur do të evidentosh një nga punimet e tua, ndërkohë ti vazhdo me realizimin e kollares, unë po tregoj disa prej çantave. Kjo për shembull është një nga më interesante, që duket edhe shumë praktike, sepse mund të zërë goxha. Po. Shumë e bukur. Edhe është goxha më e veçantë. Ne këtu në studio e kemi pasur goxha punime të kësaj tipologjie dhe kjo mund të jetë një nga më të veçantat. Më pas janë çantat të kësaj tipologjie, të cilat ti bën edhe i kombinon vetë ngjyrat që do të shkojnë, Po. apo bazohesh tek fotot në... Jo, nuk bazohem të fotot, unë gjithmonë bazohem në kombinoj vetë ngjyrat, dhe po, du të shtoj edhe një detaj tjetër, sepse për këto çanta që shifni këtu, mua më ka dhënë ndihmës shumë edhe mamaja ime. Shumë bukur. Po, sepse është 82 vjeçe, Mashallah. mami, dhe më ka dhënë shumë ndihmës madhe shumë tek çanta, nga që kërkesa e madhe është edhe unë. Po, nuk i përballon dot vetë që ti bësh përballoj në dot, kohë. dhe po të them që këtë dhe këtë i ka bërë po thush gjitha mami me durët e veta. Sa kohë ju Unë kam merr? vendos vetëm aksesoret. Sa mirë, pra... Të gjitha i ka bërë mami. Ti që po krerohesh përshëndes për shumë punën dhe e du mamit. Edhe falenderoj shumë. I lumshin Mamin tim. duart, i lumshin duart, ka bërë një punë shumë të mirë Po. dhe bravo që vazhdon të punoj, të ketë energji. Po, ka Dhe alergji, që të punon supërtoj shumë. vajzën, si janë mamat, edhe kur vajzat janë të rritura, zonjat ja dalin vetë, Po, përsëri gjithmonë, përpiqen të kontribuojnë me sa mundet. Po, të ndihmoj çik. Po, vazhdojmë ndërkohë nuk humbasim vëmendje nga kollarja, sepse ndërkohë ishin disa prej kollareve, ne treguam të bardhën, mund të evidentojmë të zezën, Po. në ngjyra të ndryshme. Po. Sa kohë të marrin këto punime? Për shembull kollarja, sa të duhet ta Po marrim përfundosh? kollarën, nuk merr shumë kohë, kollarën unë mund ta përfundoj, po të kem kohë, mund ta përfundoj për 1 orë. Kollarja me nuk Një merr orë. shumë kohë. Pra hyn tek aksesorët që ti Kollarja. përfundon më shpejt. Po. Po punimi që të ka marrë më shumë kohë? Punimet që më kanë marrë më shumë kohë janë është kisha që do goxha kohë, është dhe xhamia që do goxha kohë, gjithashtu është dhe Sa kohë? kafja, sepse ka shumë kohë, shumë duhet paktën 5 Sa ditë, kohë të 6 duhet? ditë më 6 duhet. ditë. Po. Me sa orë në ditë për shembull? Me sa orë, të them drejtën me punoj me orë të jo shumë orë të gjata. Po punoj, po 6 ditë që të bësh një porosi, për shkak kishën, unë duhet të kem mrena për mrena 6 ditit ta punoj. Në rregull. Ose dhe xhamin. Në rregull, po mos harro të lutem mua kollare. Se bëm një marrëveshje që do i bënim të dyja. Unë e di që ti flet me shumë pasion për të gjitha punimet e tua, do t'i tregosh në detaj, po thjesht të përpiqemi që të bëjmë sa më shumë gjëra Sa më njëkohësisht, shumë, sepse minutazhi këtu ikën shumë shpejt, vetëm kur ta shohësh veten që them unë mbaruam. Ndërkohë, vazhdo të njëjti proces me vendosjen e ruazave. Po i njëjti proces, ecën varet, për shkak gjatësia varet se si e dojnë. Dikush e do gjatësinë e do të gjatë, dikush e do të shkurtër, kollaren, varet edhe nga gjatësia Ka modele të ndryshme. Dikush e do të
të gjërë, si që është kjo, dikush e do të ngusht, varet nga Vetëm me, kërkesat edhe që kemi. Ndërkohë po vendosen ruazat, po për të vlerësojnë këto punime? Tani të them të drejtë, në fillim fare nuk janë vlerësuar shumë, se tani ka hyrë ajo vlerësimi i punimeve, tani po ka hyrë vlerësimi i rozave edhe i gjithave. Tani po vlerësohen shumë. Duhet pak durim në fakt kur nis të bësh diçka, kur merr një sipërmarrje të tillë, që të marrësh frytet. Në fillim do t'jetë investim në një farë forme, investim në kohë, investim në kohë, qoftë edhe në lëndën e parë, këto që përdor materialet, ruazat. Duhet të gjitha t'i sigurosh para, pastaj të fillosh edhe të punosh. Ndërkohë le të shohim deri ku kemi arritur. Jemi në fillim. Domethënë është një proces. Është një proces se vazhdo deri varet sipas kërkesave, Kur pastaj të kthej. Kur punon këto punime të ndryshme, je në një dhomë veçmas duke u fokusuar aty apo të është bërë normale dhe mund të jesh duke biseduar? Kur punoj në një dhomë, punoj në një dhomë vete, është kjo që duhet të punosh në një dhomë vete, sepse do fokusin maksimal. Po, maksimumin është kjo që duhet punosh. Janë punimet, jo ato me ruaza, punimet e tjera? Po, punimet e tjera dojnë një dhomë vete. Kurse këto me ruaza mund t'i bosh edhe një dhomë, një ambient shumë të hapur me familjen, me gjithë. Marrë edhe në i mendim nga familjet, nga mbesat, motrat, m'japin mendimet e veta edhe unë atërshi, këto m'japin mendimet edhe unë i realizoj. Shumë mirë. Jo bëre këtë dhe jo bëre atë edhe unë... Ndërkohë të tregoja edhe disa prej punimeve të tjera, për shumë është edhe kryqi. Po, edhe këtë kam kërkes tani për pashkët. Vjen në versione të ndryshme, për shumë aty janë ruaza pak, që s'janë ruaza tipike, ndërsa këto pastaj janë ruaza tipike. Tipike, se kanë kërkesën tani për pashkët. Pasta kemi edhe lule tjera që mund t'i bëjmë, i kam poshtë, kam tortën që bëhet për ditëlindje. Një sy njerë. Këto lulet shumë të bukura. Janë pastaj këto janë kompozime që përdoret edhe sateni. Santeni, po. Edhe torta është e bërë me santel. Kam një kërkes që ma ka bërë njëra për ditëlindje. Që ka e rëndë kjo. Mendova që t'ishte letë, po kjo... është përbërë me tel. Dhe ato kam pas kërkesa. Shumë punime bukur. Në fakt, kjo mund tjetë nga më të veçantit që kemi pasur këtu në studio. Nuk e vura re. Ka kërkesa dhe për tortën, që ja bëjnë njerëzve të vetë për ditëlindje. Kemi. Me santen, bon, lullet, kemi pas kërkesa dhe për lullet. Manusha që ti po vazhdon me realizimin e kollares, besoj që do të duhet pak kohë që ne të shohim një rezultat pak sa më të dukshëm. Unë propozoj që të japim, të kalojmë linjën tek kolegja, tek Iva, dhe më pas në fund të shohim se deri ku ka shkuar puna. Do të vazhdojmë me rubrikën e radhës miq, linja është për Ivën. Do të jemi tani me përballje stilesh, është rubrika që vjen çdo të mërkurë pjesë e programit tonë, edhe së bashku me Jona Mandin do të kemi sot në lupën e saj dy soprano me shumë famë, me shumë emër dhe dy përfaqësuese të denja të Shqipërisë, Imva Mula dhe Ermonela Jaho, me njëherë pas sigletës.